Sot dita e 19 e Ramazanit dhe aktivitetet humanitare në Gostivare rrethin nuk kanë të ndalur. 2 mërgjimtar, vëlla e motër me punë në Zvicër, kanë vendosur t'i bashkangjiten zinxhirit të gjatë të humanistëve, të cilët janë kujdesur që gjatë gjithë Ramazanit familjet nevojtare t'i kenë tryezat e begata në iftaret e syfiret e tyre. Ata kanë dhuruar pak ushqimore për 10 familje në nevojë, duke u lehtësuar atyre brengën e furnizimit gjatë këtij muaji të bekuar. Kështu bën të ditur Sinan Elezi, i cili është i angazhuar për të menaxhuar edhe me këtë aksion. Ai falenderon të gjithë donatorët që kanë kontribuar gjatë muajit të Ramazanit, por jo vetëm. Kjo dhuratë sot vin për një vllajt dhe motër që gjindën në Zvicër. Vllai ka dhuru 300 euro, a motra 200 euro, dur në anonim, po Zoti va pranoft dhe ndihmën e tyre sojtë shpërdajmë ke nevojtarët që ka nevojë dhe jetimet. Inshallah Zoti va pranoft dhe vu dhash shëndet, bereqet, lumturi dhe jetë të gjatë. Unë vu faleminderoj gjithëve bamirëve dhe donatorëve gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. S'ka pas ditë që nuk kanë dhënë dhurata për nevojtarët dhe për jetimat. U faleminderoj gjithëve, besimin që ma kanë dhënë dhe ta din bamirësit dhe donatorit se kontributi ative shkon në vend të dur. Sipas Elezit, interesi për të ndihmuar mbetet i lartë, ndërsa shumë donator preferojnë të mos i bëjnë publik emrat e tyre. Megjithatë, për hir të transparencës, ai dëshiron të raportojë për çdo aksion me qëllim që të nxiten mes vete bamirësit e të garojnë me vepra të mira. Ai uron që tradita e solidaritetit të mbetet jo vetëm gjatë këtij muaji, por e njëjta të bëhet kulturë e përditshme e kujdesit dhe dashurisë për njëri tjetrin gjatë gjithë vitit, dhe sa herë që dikush sprovohet me diçka që ka nevojë për ndihmën e të tjerëve.